ne I kemi këtë kolegët opozitarë cilët e kemi pasur vazhdim seancën. Në fakt kemi një qëndrim të kolegëve opozitarë si mos vazhdohet seanca. Realisht u mundova të bashkëbisedoj me kolegët këtu cilët I kam për para meje se është një cënim I demokracisë dhe I principe mbi cilat e kemi ndërtu mos blokimi I punimeve seancës për arsye se nuk kemi hapësirë para qytetarëve tanë askuti që paraqisëm qëndrimet tona, asku debatojmë qëpse kemi edhe dëshirë, edhe jemi për, ose qëpse kemi edhe hidhërim, edhe jemi kondër. Si do që tjetë, qëndrimi është bukur kategorik se mos me vazhdu seancën nga kolegët opozitarë, sa t'jamon kryetar kuvendin këtë salë nuk do t'hinë sigurimi asë një moment. I kësha lutë t'kemi vetëm bëmendje edhe t'kemi kulturë cilës deputet me zvejti. Letë na shep populli vetë ka ne ka zilë, si na ka zilë, e letë gjykon bazë neve se cilin për I neve. Edhe njëherë, e mirë nuk është se po mbyllet një institucion për cilin gjithë 99% këtyr njerëzve që t'janë këtë parlament pozit, kanë luftu edhe kanë derë gjak. Si do që tjetë, ja unë e pjepi edhe kolegëve opozitarë, le ta flasin nga I qëndrim tyre, pas kësaj do t'i thëmë edhe one, do të kërkoj një pauzë. Ordra Glauk edhe do një. Deputet Kuvendit, qytetar të Republikës Kosovës, me 25 gusht Isa Mustafa e ka nënshkru në Bruksel me jadhon Sërbis 30% teritorit Kosovës. Kërkush nuk e ka dirë gjakun as luftën qëllimtare, kërkush nuk e ka mandatin as pej deputetve, kërkush nuk o zgjedh që me dëmtu sovranitetin e shtetit tonë. Për këtë arsye opozita është shumë e vendosur me bloku punën e kuvendit derisa Isa Mustafa të vjen këtu edhe të tërheqë në shkrimin për zajednicën. Qetësi, mos kryo reakcione adem, ordran e me në PDK-s edhe punët, veç ti marrë qëndrimet edhe na jesëm. Dhe gjë, qëtë, ordra adem, qëndrimi cili është. Edhe lusë të përfacusin e PDK-s, shalut kolegët e opozitës, me qëtësi dhe me dignitet, po ashtu dhe të pozitës. Adem, mundesh edhe nga vendi me folë, Adem? Kjo që pëndohë nga kolegët e ndëruar të opozitës, është një mohim I të drejtës e deputetit. Pakica po e pengon shumicën. Parlamenti Kosovës I ka 120 deputet. Dhe duhet të lejohet mundësia të gjithë deputetve, të gjitha grupe parlamentare, të paraqesin qëndrimet e tyre, shqetësimet e tyre, dhe së fundi e marrim një qëndrim të përbashkët, ashtu si që na kishtë taku dhe kërkohet dhe na takon si institucion vendimars. Por mendoj se është papranueshme që deputeti me folë për mikrofonit dhe ulçës kryetarit kuvendit, si pikë fillestare, nuk ka dashur me ndëgju kryeministrin se çka po thot, tash çka po don. Le të artikulohet dikush çka po don, që ta din kuvendi çka po don, në mënyrë që kuvendi le ta marrë një vendim.